Një gënej. Mbi në 2021, unë kam ardhë si me tonë si një risi për Prishtinën. Në vitin 2025, mendoj që njerëzit e dinë që vi si kandidat me përvojë, vi kandidat me përvojë nga qeverisja nacionale, nga qeverisja lokale, nga një përvojë e problemeve të cilat i kam Prishtina që rrjedhen edhe nga fushata e kalume që asnjëherë nuk janë përfunduar. E dinë që në vitin 2025 vi me një ekip po ashtu të kompletuar me një program shumë praktik sa i përket problemeve të qytetarëve në gjitha lagjet e Prishtinës. Vi me program që i prek jetën e qytetarëve në çdo lagje dhe i prek jetën e Prishtinës tërësi. Kështu që viti 2025 më gjen si kandidat si më thënë më të përgatitur, me ekip edhe më të përgatitur, dhe gjen edhe Prishtinën në një kërkesë për ndryshim. Qyteti i Prishtinës dhe qytetarët e Prishtinës janë duke kërkuar një ndryshim, dhe ndryshim në kuptimin që po dojnë dikon që e menaxhon Prishtinën dhe menaxhon çështjet, problemet që i kanë ditore ata, dhe shohin tek unë një person që jam gjendje me i zgjidh ato problemet me cilën ata po mirën. Dhe njerëz më shohin si fitues në këtë garë, pra që për dallim për herës kaluam ku njerëz nuk më kanë pas si fitues, unë kam pas si njëri që ka një fushat mirë, po që ka shumë pak mundësi me fitue, që sot më shohin si një person, pra si një kandidatur, si një program, si një ekip që jemi të orientuar drejt fitores dhe që na shohin si fitues.